Sot do të prezantojmë Elif program fiskalizimi post restorantin. Logohemi. Tek menuja post restorant, do të na shfaqet në panel lokacionet e këtij restoranti. Për momentin kemi të zgjedhur lokacionet veranda bari dhe beach bari. Lokacionet menaxhohen nga platforma Elif web, ku secila nga lokacionet ka nën lokacionet e saj. Për shembull veranda ka tavolinën 1 dhe 2, tavolina 1 dhe 2. Beach bari sezllong 1 dhe 2. Secila nga nën lokacionet ka ngjyrat përkatëse. Ngjyra blu do të thotë që kjo tavolinë është free, ngjyra e jeshile do të thotë që kjo tavolinë ka porosi ku ky user ka akses që të shikojë ato porosi, t'i shtojë apo t'i fshi. Edhe ngjyra e kuqe do të thotë që kjo tavolinë është e zënë nga një përdorues që ka më shumë akses se përdoruesi që jemi loguar. Nëse futemi në një tavolinë, do të kemi numrin e tavolinës, lista e porosive për këtë tavolinë, e grupuar sipas artikujve që kemi bërë porosi. Nëse ka një artikull ka shënim, do të shfaqet ikona e shënimit. Nëse një porosi ka shënim, do të shfaqet ikona, do të shfaqet shënimi i porosisë. Në mënyrë e pagesës, totali i komplet porosive dhe butoni të bërit faturë. Për të shtuar një artikull për porosi, do të shkojmë tek kategoritë, artikujt e kësaj kategorie, klikojmë dhe do të kemi sasinë, çmimin, shënimi dhe për të hequr një artikull nga porosia. Kategoria dhe artikulli menaxhohen nga programi Elif web. Kur mendi kemi të çelura pije, restorant dhe ëmbëlsira, të renditura sipas dëshirës. Për të çelur një kategori, majtas lart, shto kategori, ku vendoset renditja dhe emri i kategorisë. Për të edituar, edito kategorinë. Çelja e artikullit, për shembull tiramisu që është çelur më përpara. Plotësohen fushat përkatëse dhe te kategoria zgjidhet kategoria që bën pjesë ky artikull. Klikojmë porosi. Do të shikojmë që artikulli është shtuar porosi veçmas nga artikujt e porosive të tjera mbarë. Ndërkohë është updateuar në kohë reale dhe tek useri tjetër me aksese më tepër se kamarieri, ku ka mundësinë që ta shikojë apo të presë faturë se çfarë ka porositur kjo tavolinë apo të presë faturë për këtë tavolinë. Te beach bari, useri admin ka bërë porosi tek chezlong 1, ndërkohë tek kamarieri do të shfaqet e kuqe, që nuk ke mundësinë që të shohësh se çfarë ka porositur ky nën lokacion, duke qenë se akseset e administratorit janë më të larta se të kamarierit. Për të krijuar një faturë, do të shkojmë tek lista e porosive dhe krijimi i faturës. Automatikisht do të lirohet tavolina që ne kishim të bëra porosi, si tek useri i kamarierit, ashtu dhe tek useri i administratorit. Është dhe mundësia për të mbyllur turnin, ku secili kamarier do të mbylli turnin përpara se të largohet, me detajet e përkatëse se shumën e gjeneruar nga porosit dhe historia e mbylljeve të turnit. Për më shumë detaje, mbyll turnin. Në këtë moment turni për kamarierin është mbyllur dhe nuk ka mundësi që të bëjmë porosi.